Selamu alaikum të respektuar teleshikues, ju përshëndesim kudo që jeni. Jemi prap edhe sonte në sofrën e iftarit në kanalin PIS TV në gjuhën shqipe. Në këto net të bekuar të Ramazanit do të jemi vazhdimisht me ju për të sjell më të mirën e mundshme, për t'ju begatuar me biseda, me takime, me mysafir të cilët ju i doni për shkak të punës së tyre, për shkak të angazhimit të tyre, për shkak të efektit që kanë lënë në shoqërinë tonë. Dhe është kënaqësi edhe unë në cilësinë e moderatorit që të jem në bashkëbisedim me këta hoxhallar të fushave të ndryshme, por edhe të vendeve të ndryshme. Sonte kam një musafir shumë të veçantë, një doajen, një veteran të thirrjes islame. Kur kam qenë fëmijë, kur kam qenë në ditët e hershme të mësimeve islame, edhe në shkollën fillore, edhe në shkollën e mesme, që interesimi jon për hoxhallarët shtohej çdo ditë, patim dëgjuar për një emër në Kosovë, në Prizren, që bënte bujën në thirrjen e tij, në aktivitetin e tij, bashkë me shokët e tij edhe në Maqedoni sot, pra në Maqedoninë Veriore. Ai është hoxha Muselem Mazllami, i dëshiroj mirëseardhje, hoxhi nderuar, mirë se ke ardhur. Mirë se vjen. Është shumë kënaqësi që na je përgjigj dhe je sonte me ne dhe me teleshikuesit e PIS TV-s. Allahu ju nderoft. Paqë suksesin në këtë drejtim inshallah. Faleminderit shumë. Hoxhi nderuam, po fillojmë pak me masi jemi në këto ditë të Ramazanit. Në netët e kaluara kemi shtjelluar me mysafir të tjerë pjesë të ajetit të parë në renditje, po flas që flet për agjerimin, dhe kemi sonte një pjesë që po dua me ty ta hapim bisedën. Kema kutiba ala alladhina min qablikum. Pra agjerimi jo vetëm ju besimtar, ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që e keni për detyrë ta bëni, kjo ishte detyrë dhe më hershme. Nuk jeni të parë që po provoni. Fjala për ju. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun xhalla shanuhu, kjo kamerë të ketë bereqet, edhe prej kolegëve tanë para meje, edhe me juve edhe pas nesh, inshallah ta'ala. Ramazani është, si kur gjithë e din, muaj i bekuar. Kush e ka bekuar Ramazanin? Allahu Gjellëshanu. Me pytë, si e ka bekuar? Tash jemi, për shembull, kalua muajin Shaban, kalua muajin Rexhep, dhe ata si muaj Ramazanit. Mirë, për Ramazanin e bekoj zbritja e Kuranit në te. E jo vetëm zbritja e Kuranit, për të gjitha mesazhet qiellore, Teurati, Zeburi, Injili, të gjitha janë të shpallura në Ramazan. Edhe Kurani në Ramazan. Kurani ka lidhje me to? Kurani? Ato janë ndame? Kanë pse kanë zbritur në Ramazan? Po, të ndame janë, por një mesazh kanë. Njëjtin mesazh? Njëjtin mesazh e kanë. Kështu që, sikur që na ka uqu Zoti neve, e na ka urdhënu, kema kutiba ala alladhina min qablikum, për ju është agjerimi, sikur që ka qenë për popujt para juve. Do me thonë, edhe komi, edhe Beni Israil, pas kanë pas Ramazan, të Isa, Patjetër. e të Zekeria, e të Jahja, sepse numri madh i profetëve janë të shpallur të Beni Israil, atëherë pra ka pas të Musa agjerim, të Isa agjerim, të gjithë para neve popujve, ummeteve
që kanë jetuar para neve Ramazan. Kutiba alejkumus siyamu kema kutiba alel ladhina min qablikum. U bë obligative për ju agjërimi, sikur që ishte obligim për ata të tjera. Do më thonë, thirrja që disa kanë dëshirë të thonë se feja islam është fe e re, është ardhje e re. Feja disa e thonë muhamedane është besimi më i ri qiellor në tokë. Sipas kësaj nuk qëndron? O, habibi, kam një muhabet pak më të madh në lidhje me këtë, Hoxh Muhamedi. Islam është ta praktikoj edhe me gjymtyr. Është istislam. Fjala islam është istislam gjuhtarisht. Dorëzim. Që dhe më thanë, me ju nënshtrua urdhnit Allahut. Allahu e ka qua islam të Ademi, të Nuhi, të profetet e parë, të Idrisi, të Ibrahimi, të kretë pejgambert, islam. Me ju nënshtrua urdhnit Allahut. Që kjo është islam. Kurse kushtetuta e këtij islamit ka ndryshuar. Te Musa ka ardhur Teurat. Te Isa ka ardhur Injil. Te Davudi ka ardhur Zebur. Te Muhamedi ka ardhur Kur'an. Kështu duhet me kuptua edhe ata që se din, edhe ata që e din. Sepse ka një herë, e kujtojnë halkit se islami është fe taze tash ka ardhur. Jo, Allahu Gjelle Gjelalu, kush e kupton gjuhën arabe, merr vesh për një fjalë. Inne din, inda Allah el Islam. Që do më thanë, për këto krijesën në tokë. Fjala din, me i them fe, po feja prej latinishtës. Nuk i përmbledh gjitha gjërat. Kurse din është diçka tjetër. Din në esencë, min dane je dinu, e ti gjuhën e një arabçën. Që dhe më thonë, form e afrimit krijesës ndaj afër krijuesit. Që këto, dane je dinu, e ka kuptimin. E merr fjalën din. Inë din, form, din, për afrim krijesë ndaj krijuesit, është e ka emrin din. E kjo islam, ku ta lëm këtë islam, ka thonë Allahu, njëjtën fjalë. Inë din, inda Allah, el Islam. Çka në islam? Më ju nënshtrua urdhnave të Allahut. Përmes statutit që e ka dërguar, apo sistemit që kemi para veti. Aja është kushtetuta e muslimanëve Kur'ani. A kemi të qartë këto kështu? Të të pyti ty si në zonë si në temë, kure kom pytë ma e. Pa tjetër me shumë nuk e di apo na kuptojnë edhe në këtë drejtim si është. Unëva që ta kanë parasysh, na kret jemi në islam i tër globi. Shumë qartë. Kret i dërzohen kujt, edhe Donald Trumpi, tha, unë i dërzohem. Po, zot, s'kem tjetër. Pse kuj kam i dërzohet tër kuj? Këtë kozmos nuk kem tjetër zot. Vetëm dhe një shqiptar, po na delë të na thot dhe kund. Ku ka zot që me speshohi, me kështu anik nina. Pra ndaj, që ta kuptoj mirë edhe njëherë po tham, islam, fjala islam, është në nështrim ndaj Zotit. Me ju dërzua urdhit Allahut. E në praktik, është me praktikua kushtetutën çfarë e ka qua Beni Israilve, Teuratin, Zeburin, Injilin. E në fund e ka përmbyllë me kreta mesazhet qiellore me Kur'an. Hoxhë i nderuam, megjithatë këtu kur përmend kjo pjesa e agjerimit, po i bie se edhe pse është kushtetut ose normativ tjetër nga Tevrati, nga Zeburi, nga Injili, bazamentet janë po ashtu të njëjta. Domethënë, edhe ata kanë agjeruar dhe ju duhet të agjeroni. Edhe ata janë falë, edhe ju duhet falin. Isaia a.s. tha, wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Njëjtë, edhe unë duhet mu falë, edhe unë duhet me dhënë zakat, sa t'jem gjallë. Do thot, shtyllat e islamit ton janë shtyllat e islamit të Musait a.s. Këto janë të njëjta unike dhe kjo në fakt nuk duhet të ndihme inferior, për kundra zet, duhet të ndihme se ne jem bazë një trungut
të besimit qellor, apo jo? Nuk ka dyshim fare, por këtu ka një munges, apo është një defekt në tërë globin. Në tërë globin, se globi po e vuan. Sakt. Ka nevoj për predikus të mirë të cilët e qërojnë. Po. Këtë qeshtje tamam që ta kuptoje si ai që është krishtian, si ai që ndez e kallë babën e vetë, nënën e vetë në Indi, se dhe për ata duhet më kujtes dikush me qua predikimin derit ata, e kështu më radhë. Do të ndalëm të predikimi, por edhe pak. Ju, kur të bona ftesën, më tha, jem plak, jem pension e tjera, vitalitetin e ke prej kur të njoh, jo këtë që je. Edhe thash të njoh herët. Je ai që për herë të parë, pasi kisha kalu mbi një vit në Damask, më shtine me shiju ushqimin humusin ose musabah që i thojnë atje. Unë nuk e dita sa i mirë dhe sa i shishëm është, po ti më keshti me zorë. Edhe mirë ma ke mo. E tash e hardë. Te për shumë. Edhe mu s'ma kërkon tani. Prej me je ke mësua edhe mu s'ma kërkon. Po që ndërum. A banë me pi gjatë bisedës qaj? Gjithëshysh, për këtë edhe jemi në sofrën e Ramazanit dhe është bashkë bisedim që do t'jeti i kanë shumë. Tash më son vetëm për... Vetëm kam një halë që të kisha dashtë ndoshta një Ramazan të tërë ta bëj me ju. Kuptimin çdo natë të ndajmë diçka prej përvojave të juaja, por kështu me qëllim e përmenda çështjen e pensionit dhe keni qenë predikus. Prej ditës parë dhe vazhdoni, se çështja e pejgamberit nuk ka ndalë në pension dhe ulemaja nuk dalë në pension, atë e dim. Por në kuptimin e kësaj që është normative, do të thotë njerëzit kur e arrin moshën 65 vjeçare, pra konsiderohen se duhet pushojnë nga detyra, nga vazifja, por jo nga misionin. Hoxh, nuk u lodhet. E arritet komunizmin, e arritet luftën, çlirimin, demokracinë. Çfarë i kishe thonë një hoxhe më të ri, edhe më të ri se unë, në kuptimin që është në studime, që është sapo i diplomuar, që dënë të angazhohet në fushën e thirrjes? Dy gjëra ja kisha dhënë, ato që kam i kanë dhënë mua, hoxhallarët e mi në Damask. Mashallah. Zinxhiri i bukur. Kur kam diplomua, një prej hoxhëve më ka thënë, më shumë fjale madhe, mos e përly biografinë tënde gjatë jetës. Mashallah. Kjo ka kuptim. Fjali e shmushme. S'ka nevojë me zbërthyje kur. Fakt. Këto ma ka thonë profesor në Kairo. Kurse në Damask, një tjetër që këm pas, edhe është gjallë tash, 90 vjeç është, hapëm, banë me kallëzu në Kairo kam punu në. Po, në Radio Kairo. Radio Kairo, në hapëm me dy kolegë. E une kër e hapëm Radio Kairo... Në gjuhën Shqipe. Në gjuhën Shqipe, po. Mashallah. Shumë. 87. 87. E lash këtë hoxhallë kënë kështu me plot dëshire lash xhamin. Sa interesant. Ama periudha e para 40 viteve ndryshon më sot. Po sigurisht. Sot i kini në xhamia ju kret 3. Unë i këm pas në 40 vjetin tem kret pleq. Dhe tash mas luftës, kër i shifsha kret 3, befasi. U banë pleq në xhamia tona si kur t'ishin si makinat e Serbisë, sa në kanë metë makina neve të Serbisë. S'ka metë makina fiqe, ma ju. Minoritet në kuptimin pak. Po s'ka pleq, sikur më s'ti s'egzistojnë. Qështu hupër? Tash rinia ka artë, në për xhamia dhe full është. Mashallah, pa keq kuptim, pleqët më s'të keq kuptencë, dhe une jam në radhat e pleqëve tash. Mo t'i pretendoni këtë pleqnin hoqë, po... Ama kemi hyna, si ti bësh 60 vjetë i afer. Po t'edhe kur i ke pas 20 e kusur, ke thonë kështu.
E dyta që më ka thonë hoxha jam, që për ju thamë trive, hoxhallarve tri, juve ma tri kretë që jeni. Ju kapën kretë edhe ty të kapën kja. Dy prej tyre janë djemë të tu? Për i hoxhallarve? Po që punojnë, po. Po? Mashallah. Nja, mëse përlini biografinë, më tha. E i dyti profesor më ka thonë, kër këbi hapë Radio Kajrën, me plot dëshira, ja qova një letër une, hoxha jem, dashti Allahu Gjallë Gjellalu, e lash Prizrenin, e lash Kosovën. Ardhen e Kajrë, kemi hapur Radio Kajrën, kështu, me frekuencë e kalova, me landët që i transmitojshim, qka përktheshim, me cilën hoqë kontaktojshim për këtë drejtim, se në u dashke me na për neve ishe radio, ja diçka shumë e quditshme. Për herë të parë, në botën shqiptare, kombit shqiptare, dhe ti drejtohëm në gjuhën Shqipe, lidhja islame, feja islame, në gjuhën Shqipe. Mashallah. Kjo ka qenë... Arritën shumë e madhe. Mashallah, janë qadar Allahu ma shafal, Allahu kur do në dishka, i zbërthejt gjitha gjërat. Sot i kësaj dite, mediat, rolin e tyre kanë shumë të fuqishëm. Konsiderohen pushteti i katërt. Pra, edhe për kundër zhvillim teknologjisë, prap radio është një burim. Ama më s'ka se në kohën e komunizmit e diktaturës, me pas radion ka qenë ndalume, se neve Jugoslavia në kërkua për më në arrestu. Po. Pse? Se kushe ka pas radion atëherë, për mes radios e në bërë revolucionet. Për kur ra diktatura, ta shumush TV-ja, radio, kablore, çkablore, tash e ki internetin, për shembull. Tash nëse s'do me ngu ato, unë ta kom shti në Facebookin tem, në internetin tem, në gjep të ka hinë. Si kur fesati edhe unë të kom hinë në gjep të andin. Pa dyshim. Kur pjo thëm ati hoxhës kështu në ndodhi, e lash Prizrenin në xhamin, erdha këtu, që të fjallë ma ka thanë, e leta ndëgjën kretë hoxhallarët e ri. Allahu ta ka vesh, tha, petkun e davetit të predikimit. Ma dhe ruje me nderë. Zëri ytë kalon mbi dalgët e oqeaneve, kalon në gjysmë e botës tjetër. Se shkoj këzonë në Amerike, në Evropë gjithkund. Në përmjet valëve të shkurta. Po që se e të rathën këtë mision, Allahu ta gjvesh atë robë dhe s'ta vesh më kurrë. Këta, hoxha jem më ka thonë. Këta është 10 vjeç, e ke njoftë nështë e bunurin. E bunur, pa tjetër. E ishtë në gjithë dhe dikuna, po? Gjallësht, po në gjithë dhe gjallësht. Para 2 viteve vizitova në Umre, edhe i tregova këtë shkrim. A bën atë letër e më apru, thash, kush e di çfarë libër është e letër, tash. E bunurin nuk e kam arrit, po ju e sollët edhe ta vizitojnë edhe vendin tonë. Vite më herët. Dhe patëm dëgju prej babës tem. Po ka ardhë në Macedoni. Macedoni ka ardhë dhe në Shqipëri ka ardhë, mas ju lirue Shqipëria. E këtu deshti vitin e kaluar më ardhë, edhe patëm mundësi, por pasaporten a i nuk e ka të Arabisë Saudite. Po, pa tjetër. Edhe është bujti më ardhë. Hoxh, ti tash me shumë lehtësi i thu këto këshilla, sepse atë pjesën e karrierës tënde nuk e ke ndyt as pak gjybën e David Xhiut edhe me mburje, me krenari. Ja, për kundrazi unë ndryshe thamë tash. Pse? Se shumë mungesa kemi pas edhe në atë periudhë kohore 20 vjeçare, si kemi ditë, mi mbyllë të gjitha gjërat, prandaj edhe gabime dhe lëshime janë bëha, ndaj thamë, një dua, thamë, atë që Allah në kërën ka thonë e ti thuje Shqip, unë e bëj dua për veti ata, Allahumme beddil se je atina ila hasenat. Po. Zoti inshallah i shëndron mëkatet të këqijat në sevapën të mira, po ulaike yubeddilullahu sayyi'atihim hasanat. E qëta unë e për veti pa e tha. Po, ti je prej atyre që Allahu, edhe nëse kemë, se ne si njerëz gjithë kemë mëkate, por jo që dojmë ta glorifikojmë, jo që ne kemë kartonin e shpërblimit, apo ndëshkimin dikujt në përgjithësi si hoxhallar, por
se cili njeri llogaritet te Zoti në mënyrë private, në mes tij dhe Zotit, çështjet janë ato që matën, por ne atë që e shohim Hoxh me qenë shkaktar i udhëzimit të njerëzve është begati e madhe. Zatën për njerëzve që Zoti thojmë i ka zgjedh, ai krejt jem krijesa e tij, ai i ka zgjedh pejgamberët për me kry këtë punë. Vdes vula e pejgamberisë, këtë detyrë e vazhdojnë ulemaja. Padyshim ti sidomos në ato vite, jeni prej të parëve të diplomuar në tokat arabe, në Universitetin e famshëm të Ezherit, pastaj medresën e Furkanit, pra keni marrë edhe nga dia dhe nga edukata e ulemave të sidomos të vendeve të Shamit, për shembull, që butësinë e thirrjes e tjera e kanë ushqim të vetin, ushqim të tyre. Hoxh, më duket ke ndërtu dhe një 5-6 xhami, nëse nuk ka bëj? Unë s'kam ndërtu asnjë. Ti jo. Unë kam qenë iniciator vetë. A jam 5-6? Jo, më shumë. A më shumë jo, na? Po e lëmë modestin na trego? Ka dashtë Allahu Gjellëshanu hu, kër e kam lënë Radio Kajren, pas 3 vjetë e punë aty, më pa andër ki me maruar një xhamin e Prizren. Edhe pat xhami e kam maruar. Allahu Akbar. E ka emnin xhamia që Haxhi Mahmud, ka qenë rënuar tërsisht, është imami i diplomuar në Medinë, njohë ishte atë djalin. Shekh Adnani është imam aty. Mashallah. Po. Edhe çështu dashti Allahu, caktimet e Allahut u ktheva, edhe fillova me çat xhami edhe aty më dha vullnetin edhe kryetari i Bashkisë Islame i asaj kohës, Rahmet Shpirti, pas masi po të hec puna, tha hec. Mashallah. Edhe fillimin e patëm shumë të mirë, dhe i kam pas dy nëzonë se unë shumë të sinqert ndaj meje. Hoxha Nasir Kastratin, në përmenda e më, për mire më. Edhe Avos Hajredinin që është në Katar. Edhe ata i kam pas krata shubom në 3 vete aty. Mashallah. 3 kantësh. Zatën, unë atë pjesë e kujtoj shumë. Në atë periudhë edhe ata krahin më dhanë, kërkojshin me bom xhamin, e rregulluam. Tani u bën disa probleme, barikadash, prej anës sërbëve, po megjithatë xhamia u hap, u bën edhe e bën më të madhe. Në vjetrën e largova tërësisht. Ti vetëm në Kosovë je marrë me këto aktivitete? Jo, edhe në Shqipëri shumë kam bërë. Atje ka bërë më shumë se në hartën etnike për herë të parë e ke shtyp ti në fakt këta kufi moti kushtimisht nuk i njeh. Po atë hartën e kam shtyp edhe e kam shpërnda mbi 2000 vende. Mbi 2000 vende. Në fakt nuk është vetëm shtypja e hartës ose fjalët, po e ndjen bashkë me Qemerin. Bashkë me Qemerin. E ndjen shumë ti, në kuptim nuk ke bëhet dallime. Në fakt shumë kilometra ke të ecura në Shqipëri, sidomos pas rrahjes të komunizmit. Po. Edhe madje edhe ndërtim të xhamive atje. Po jem marrë me ndërtim, kanë ndihmuar popullata shumë, edhe kosovarë, edhe shqiptare, edhe të vllazërit e Maqedonisë, edhe jem marrë nëpër Shqipëri, kemi bën prej nalt në veri deri në jug poshtë, deri në fshatin më të vogël, jo më të vogël, po më të fundit që flet shqip në Pravishte, aty ku del Uj Spring. Aty kemi marruar xhamin mas 75-60 viteve që është i Rezani. Hoxh, material ndërtimor jeni detyruar të bleni sigurisht. A nuk të përken ndonjë thes beton çment cëllin në shtëpi? Një mik jonit ka vizitu para pak ditëve dhe më tha kishte pak problem me lagështinë në shtëpi. U preka fort. S'ka të prua asnjëherë material për shpital. Nëse përlysh biografinë tonë dhe ti, çka ju thove Vlado?
Çka I thu Zotit? Ta shevlat janë rritë. A ju thu është I aty në halalin edhe haramin, apo çka kje? Nëse ju thua halali haramin të vetë, I zhytën në ta. Prandaj ty për të konsideroj si djaltimin, se jeme mosh afër me t'jem të mi. Kini kujdes sofrën, me çka po e shtroni. Unë e kam trashëguar shtëpinë e babës tem, e kam lyje, e kam rregullu jetojnë tonë, për mrekulli, unë e kam shtëpinë më të mirë se të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Gjithsesi. Po dhe më të vërtet, kur gjanë s'ma mungon, s'ma mungon. A jetojnë me sjetë, jeton... Ama, merë moment një prej ulemave të Egjiptit. Në kini ndëgjua, me siguri, Abdulhamid Kishkin. Pa tjetër. Unë e kam zonë gjallë, ta. Për juve, kini sjell gjërata, Mohamed të veli Sharabi, dhe me ta, kemi nejte, kemi hangër bukë me ta, kemi bisedu. Një prej hoqëve thështë. Këtu po flem në krevet. Halli vdekjes. Atje kime vdek, kime hinë tokë. Dhe, edhe me dvun arkivol, prap jenë dhe. Këtu jenë nëzet, atje ftoft. Këtu jenë drit, atje jenë arsir. Këtu jenë të terur, atje jenë të lagët. Këtu jenë oksigen, atje I pa frimarur. Këtu po hanë që ka po donë, atje kanë me të hangër gjallesat e dheut. Atjetër. Kujtone kjo ditë. Prandaj pak pare unë aty të thash Hoxh Muhamedi, edhe le të jetë bisedë kjo, edhe le të jetë këshill predikim, se mesazhi janë është kjo. Mes ta përlyjmë biografinë tonë. Allah të ndëroft, Hoxh. Jeni një gjenerat që kur u bot bashkë në Kairo, disa prej medreses Damasku, disa prej medreses Alaudin këtu, interesante, si cilin fushën e ju I keni shkëlqyer. Keni qenë thirrës. Po është interesante brumosja shumë e hatashme që e keni pas shpirtnisht, dikush në institucione, dikush më pak I përzinë në institucione, por kontributin e keni për islam të veçantë. I boni 20 vjetë në janarin që e lam shoku ju jetës thirrës I madh, Mullaj Kupi. Në varrimin e tij, që ndoshta është prej tubime më të mëdha që kanë mund të jenë, jo për një varrim, por edhe çfarë do tubimi, tu dha fjala dhe tha tash rendim kam me të mu, ama 20 vite shkum. Vitaliteti rinin e ke akoma, kështu që mos na emocionon shumë, mos na frek shumë. Qysh ndjeni pa Mullaj Kupin? Keni Mullazekën po ashtu në Shkup, keni qenë, si shtot populli ata gurët e tepsijës trekan që shumë interesant, Prizreni, Shkupi dhe Kumanova. Jeta e vdekjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, duje sa ta dush dikon një ditë ki munda. Patjetër. Ka dynja është. Jeto sa të duesh një ditë ki me vdek. Po edhe bon që ka duesh një ditë ki me dhanë llogari. Kur u di që Rahmetlia, unë 35 vjetë këmë bo me të bashkë. Mashallah. Edhe ka qenë para me 7 vite. Mirë po ka qenë burr modest, unë nuk guxosha mi thonë ati ma I vjetër, ai në vitet e mija ishte. Ai zbritet e poshtë, unë së në hypësha unë për pjetë, unë kisha akoma gjëna para vete, ishte I martu me fëmijë. Ai kur ka ardhë në Damask, ai ka ardhë me 3 fëmijë. Unë isha fëmijë, akoma ai kur erdhi. E bëjshim, jeta në kalej shumë mirë, edhe gjetëm një, ta thëmë kështu shulship, truq që shtohet. Truq, po. Një menquri I kishim, po edhe një budallaki I kishim. Një qmenduri I kishim.
Dhe më thënë, u afruan në Zotë i dashti që lëshonin që është e kur u ndam që vdiq, më erdhi lajmi për ati vllaut që më tha, o, mik, tha, ky jaroni jetë, tha shkoj. Vdiq, u ftofa shumë, s'du më shku, thash, me vërësën këtë njeri. S'du më shku me vërësën. Që ka që u ftoha? Kur e kam një mik, shok që me ne i gjithë, ja, tha zban, tha ti hiq pa shku, tha ti ki me shku pa tjetër. Edhe u qova shkova, edhe ajo kër e pash që kështu. Po vdekja ati për mua, të është si kush e ka një shok të emin, dvetin të mirë sinqert, edhe me të tjerë kemi qenë mashallah mirë, si ma ato jo njësoj, se ne kemi hangër bukë, unë ja kam zi gjellë, ne kemi hangër me ato me një lukë. Ka bon vaki, s'kishim lukë, ka kemi hecë, unë një lukë, një herë ha, sot me vlatanin, ti sa është me një lukë, ne veritesh prej lukës. Ashtu? Seriosisht, po thamë. Me vlatanin ka një herë edhe, nështë me një lukë, njëtën lukë, nuk ashtë. E kur vdiqaj mu thënë drejtën, mu thuju një krah. Po pa tjetër. Me gjithat ju... Ma shumë s'kam shka të thamë vetë. Inshallah unë gjenet li, Allah ja falë gabimet. Po gëzoj të lëshom shumë se di se ke emocione dhe kam emocione dhe unë dhe mangësia ti pa tjetër që shihet, por edhe të njëjtën kohë, prezenca ti po është të shihet. Unë fëmijët e mi, për shembull, nuk janë që e kanë arrit një jetë, po e flas në kuptimin praktik të fjalës, se përndryshe në akikan e djalit dytë të unë ishte në herën e fundit që na vizitojnë shpejt dhe pas pak mujve kalojnë nga kjo botë. Pra ishte njeri i madh, por ligjëratat e tij sikur duket që tash po i jep ato mesazhe. Keni pas një larg pamësi hoxh. U dha Kairo këtë apo Damasku, eksperienca, apo thjesht e dhonë me Zotit? Neve që nejtëm me cilë ulemaku e morëm diturin sa caktoj Allahu, në Damask i bëmë afër 6 vjetë. Aty morëm qudira prej ulemave të Damaskut të Sirisë. Mandaj edhe në Kairo, edhe ajo neve në ka dhonë shumë vullnet. Abdul Hamid Kishkin e dëgjëshim, Sharavin e dëgjëshim. Edhe të tjerë, ka qenë një periudhë jona shumë e artë që ajo e studimeve tona, mandaj edhe diçka të kallëzoj ty e vëlla jam, Habibi, i dashurim. Periudha e para luftës në predikim, edhe periudha e pas luftës Kosovës në predikim, ka shumë dallim. Po me Damas. Ajo e para ishte me gjemba shumë. Me ecë ma nga dale se armiku po dëgjon. Se na kemi ecë, atëherë kemi shku derin me dvegje, në bujën hofës. Një prej kolegëve të juaj me pati thanë herët, me mazlamin është problem me bo një udhëtim Prishtinë, sepse sheh një karrik që dikun ka vdekje, ta humbë tërminin atje, hynë me pa, lëshon fjalët e tij, del. Po shikomër, Habibi, predikimi i tërë jeta profetike ka qenë predikim. Jeta komplet. A ka mujtë mi kalu pejgamberit një orë pa për dhe një loj këshilla ose pa loj predikimi në fjalë, në sjellje, apo në heshtje dhe në nervozë. Sakt. Gjatë rrugës ti, e thësha unë hoxhës tim në Kairo, një hoxhë që do t'ja përmendi emnin që ta din kretë kolegët se kërkush prej juve nuk e ditë. Fiqhu sunne, kush është autori? Sejid Sabiq. Ai nuk është. Nuk është ai? Jo. Ja shoj dikush tjetër me? Ja lëshoj. Unë me qator që ja ka lëshua Sejid Sabikit, unë kom në 3 vjetë. Mashallah. Kush është ai? Abdur Rashid Sakr. I burgjeve të Naserit, Sadatit, Mubarakut.
E une në xhamin ti më falë 3 vjetë. Mashallah. Kur e kemi marrë me spjegu në një gjizë, vëllumin e pare kam spjegu në Radio Kairo. Po, ky libër është edhe i përkthyer. Po tash i përkthyer, po nga atëherë kam përkthyer, është komplet fletat e përkthimit i kam atje. Ku i kam lënë atje. Interesant shumë. Me pas dikush bide kisha nderin me pas një penzi 20 euro, veç më ditë që kam nga Kairoja. Po s'ka kush më mi regullu gjërat, më ma qua. Sa ati unë kam një copë penzi, 3 vjeqare. Pa tjetër. 10 euro i marë, vetëm me ditë një diçka që e kam një dhurat nga Kairoja. Ani, du të shkosh tash, kemi edhe rrugë diplomatike. Dikush që ka jetu atje, muj me përësit mi edhe në tausije. Po, ose një autorizim. Një autorizim që ky hoqë, që shka ka bo? Unë akon bati. Ky hoqë, mas e kanë shkryu librin, Fiqhus Sunne, ja ka dhënë shokit vetë Sejt Sabikit, rahmet shpirti i këti edhe i këti, sa i ka vdek para Abdurrashidit. Abdurrashid Sakrin unë kam jetuar me ta vite, në ka këshilluar shumë, prej këtyne kemi marrë gjërat e cilat, 2 pika. Thash, hoxha Efenim, kallzoti mua, në kallzosën në shpi shkojshim në ati, në neshim me ta si me bab tanë, si me vlla. Qështë pregatit ish hytëmën, për nisi shumë thjesht, po del alamet. Po. Më tha, dal prej shtëpis, në Kairo ti ke qenë. Po, pa tjetër. I tha atë Kahire, e dish Radio Kahire ku është ajo rëmbullakse. Po. Nërthëm, a i ka pas shpi në banesë, në kone në shpiti. Vinë kam, tha, derite, ura e Kubril Gjamja, e Universitetit Kairës, ura Mbinil, që aty është me zhitë Salahuddin el Ejubi. Që e gjami e ka emni. Vi prej atje hit, eci, tha, 40 minuta, 50-60. Gjatë të rrugës, tha, ndjathën shmetë që këshyri minusat edhe plusat në shoqërinë e Egjiptit. Edhe për ato klasë. E qeli me diçka thjesht, Allahu Gjellëshanu, ma ata, mandaj mas harëmër, Habibi e Bunuri në Damask neve, në ka thonë, kur imi kanë. Ligjerimi është artë. Artë. Nëse s'ta ka dhënë Zoti së dhe përkylesh. Hoxhë, ajo donë edhe bagazhin e përgatitjes. S'do ment ajo, por në skenë, si në gjendje me ekspozua. Mu më ka ndodhë me të vizitu dhe kam pa që, ke thonë, po përgatiti hytmen, në fakt kam pa të lezu gazetë. Gazetë ditore të vendit tonë. Dhe këtë praktik proshihet që e ke ba. Po natyrshëm, e tash mas luftës ka ndryshua. Unë e përësiti juve të gjithëve tash pas luftës, se ju jeni në përgjamia tash. E keni gjematin tash të ngritur, se e keni më të shkolluar, çdo pikë pamje. Doktorat e keni në xhami, gazetarët në xhami, inxhinierët në xhami, kategoritë shkollimit këtë, po thoja se kretë janë shkolluar. Kretë kategoritë, patjetër. E mos më dalej me 3 vjet medrese, Deliani tjera në donë me 3 vjet medrese, 4 vjet medrese xhamin me dalë para popullit e me majtë dersë. Ku di ne me majtë dersë? Patjetër, do më në rrethanat kanë ndryshu, tash ka shkollime. Tash për ju është diçka tjetër. Hoxhë, të predikimi edhe pak. Populli është i njëjtë, rrethanat nuk janë të njëjta. Shtrëngata e komunizmit tash nuk është, por megjithatë sfidat nuk janë të vogla. Ti thash je bashkuesi i 2 periudhave kohore, ne ndoshta sot shumicën e gjanit thëmë para luftës, mas luftës. I ke besoj të balancim vite të aktivitetit sa para luftës, aqë dhe pas luftës, tashmë dhe ma tepër. Ku i sheh ndryshimet, ky popull, çka ka nevojë, çka duhet ju themi ne atyre, kur u përmend media, megjithatë nuk jemi shumë të fuqishëm ne në media, të tjerët janë më të fuqishëm në kuptimin investojnë më tepër, media ka ndikimin e vet, interpretojnë, keq interpretojnë shpeshherë, bullizojnë me gjërat të caktuara, ka pas jo rrallë raste kur keni qenë edhe ju pjesë e debateve të tilla. Duhet të përmend edhe për teleshikuesit se
personeli i PSTV-s më thanë se u desh të shkojmë ta marrim hoxhën me vetur, nuk e ke Mercedesin? Jo, e kam. E ke, po. E kam, po vijë gjatë së në po marë, pa një shofer. Dhe më thanë, është dashtë gjemati pak më herët kujdesit për Mercedesin. Ka të dërë Allah. Si do që tjetë, ishte gjesti mirë, por atë gjestin e mirë dikush dëshiron që ta ne përkam, për një person që vetë komuniteti, vetë gjemati e din modestin e ti, e din jetën e ti, e din luksin e ti kushtimisht dhe e din unë e di që një xhami në Drenis dikun me 20 diçka euro ke pas fillu të ndërtosh. Po me një penzit, një plakës, 25 eurë. Për çdo sent fillon me pak. Pa tjetër. Dhe u ndërtua e xhami. Po, u ndërtua prej qasaj. Bereqeti fil kalil, në pak është. Paktën, po. Me pruni 25 euro, sa për du xhami. U kryu, thash motra, penzionerja. Qa që kishtë atër? Në fillim u banë 25 euro penzijat e pleqve. Po. Dhe ardha këtu dhe fillova me qështu. Tani Zoti Gjellëshanu hu, Allahu e qanë bereqetin, e jo na, habibi, unë e përsëri tash, e nisi xhamin me 2.000 euro. Prap qashtu e baj. Nuk friksohesh. Jo, po. Ke një mbështetje. La, habibi. Ke një mbështetje në xhamat. Kjo i bie se këtë forcë ty ta jep mbështetja tjetër që e di se ka njerëz të mirë, njerëz të xhamis. Ka para të halalit. E po habibi ngosh kanë shtu tash unë ty sun t'ja, po masi kemi këto për opinion, për media, për njerëzit ta shikojnë dhe ta dëgjojnë. Për të marrish një punë, me ba, për Allah, më zbën shybe. Asi më s'ta ke marrë për Allah, më s'hinë ta. Pa tjetër. Po më jetë të vekele Allahi, fa huwa, hasbu. in Allahe, balighu amri. Nëse se ke marrë për Allah, pyte vetin për shka e kije. Se ti e dish për shka e kije. Ditën e gjykimit me këndë ndezën xhehenemi, Me ulema, me ulemat që nuk jenë kanë sinqert në punën e tyne, me mujahidin të luftetarët që si kanë sinqert në luftimin e tyne, me pasanikët. edhe me pasanikët që nuk jenë kanë të sinqert në sadakar, në dhanjen bujarin e tyne. Me këta tre. Pyte vetin di, prandaj unë për të thomë, habibi, qatë duar në fillim, o Zot, gjunahat tona në shëndrën se vape, se kemi gabu, s'kemi ditë. Me domos, derisa jemi në jetë dhe derisa Zoti na mundson kthimin dhe pendimin, e do, ne në fakt sa shumë e... kjo punë po boke, shumë lehtë edhe prap bëhat lehtë. Se Allah i pëjqej ka sebepet. Unë kur kom ardhë, të kallëzova, një xhami këm parë me marua. Kurse xhamin time, unë ku jam personalisht, qatë vjetë që ka vdek Rahmet Lija Jakupi, qatë vjetë e kam në në xhamin. Pa i së ne ka përjetua. Jeni mahalla, po? Jeni mahall 3. Me në metime kom bo 2 herë për para. Po. Po jo, mandejna, në fund, e kom prish krejt. E kom zjarë ketë me themel me krejt. Edhe... Çdo të sep të oborit keni shfrytzu? Po, por maksimum e kom bo 3 katë. Se e vogël vendi ka qenë. Dyarje 500 metër katror. Edhe Slupçani ishte i vogël, edhe po i bot lagje të mëdha. Qashtu. Po, unë po të më pyetësh sa lagje ja u din emrat në Prizren, nuk di që më kujtohet jashtë jeni mahallës diçka tjetër. Jeni mahallës ja kemi ngrit zërin. Elhamdulillah. Unë kam qenë me një lagje të çuditshme të Prizrenit, po ato kam marrë me pëlqimin e shokëve të Davetit ati Zemanit. Po, Pelon Radio Kajren, po vinë Prizren. Ku të punoj? Shëshria rethi, të thamë Rahmeti pas shpirti, Haxhi Kemalit, që e kini një aftë. Gjithsesi, Zoti e fshiron dhe... Po, edhe të tjerë, se me ta kam pas shumë apetit e forta, edhe me të tjerë, ku me hi në këtë vendin, ku është populata ma e re. Ku më populata ma e re? Në për Banesa. Dhe pleqët nuk dalin për shtëpijave. 3 dalin në për Banesa, blinë Banesa. Atëherë, kur kom dalu në njeni mahal,
Emnin jeni mahal, sa jo është eski mahal. Po, eski mahal dhe vjetër. Ama emni kam e të dhe sot të thënë jeni mahal, në gjuhën turke, dhe më thonë, lagje e re, tash edhe mi thonë lagje e re nuk banë. Jeni mahal është ajo, nuk o lagje e re, mi thonë. Po. Zbanë mi andru, që ashtu i kanë thonë, hanë e danë. Dhe kur hynë aty, nuk e bona një muj ditë, as një muj, s'po në zë kërqysh. Ajde me njeri. E pse hoqë nuk u prish në do një murja, pse? Ja, aty nuk në zin ke prek numrit, edhe i prishëm 2 mure e zgjeruam. Mashallah. Nuk shkoj 1 vjet e gjys 2, përsëri, prapë s'po në zën, hajde edhe një heri ramë, e bam edhe një shtëpizat i mrenda, se kontakte kishim shumë anë i knina. Edhe s'shkoj, me që ato, hajte, kishat ndalume me prish. Se që ashtu janë kënë të kushtet për para i dish. Kur erdhi koha, 2005, e mora vendimin edhe mora lejë këtu prej Prishtinës. Ministrisë, që duhet kjo, nuk është në UNESCO. E tash, këtu në këtë drejtim, ti nisu për Allah. Hoxha në thështet, këmë ta të regoni që di. Jakupin e kritikoj Ebu Nuri shumë në Damask. Se? E me bashkë me Jakupin, i kemi në edhe 3-4 shok, Kakumanova, që kemi bon bashkë. Patjetër. Një klasë që imi konë, se imi konë mbi 15 shqiptarë me një klasë. Po prej Kosovës, vetëm unë edhe Jenez Ramadani. I Gjilanit. I Gjilanit. Tha ju, a falni namaz ushtrin Jugoslave? Tha ju është ndaluar. A agjeroni? Tha ju është ndaluar. Jakupi i kalzëjk. Edhe na, ju i një fajtorët. Pse? Tha ti duhet mu falë, a e talet e të hjekin ty për namazit. Ja ti mi u praktiku ligjin e tyne. Ti ligjin e Allahut praktiko, Allahu ekber. Dhe të vjen e oficeri, dhe në ngrehet të tje, ose të kjo. Pa interesant. E dyta, agjeroni, jo se e ndalu me ligjësht. Jo, ti nisi agjero, a i le të vjen e dhunshëm, në të ta prishe. Allahu po do ty me të pa në zhvillim të adhurimit. O Habibi, Allahu po do me në pa neve në zhvillim të çdo aktivitetit e Islamit, të rimbas sinceritetit tënë dhe temit, Allahu Gjelle Gjellali e qënë bereqetin në atë punë, edhe dali shtëvund të mesazhit tënë, apo në fund predikimit tënë me bereqet. Sa të bukra këto këshilla, këto margaritar, por jeqëm. Minutat për këtë emision, për këtë halë, janë të shkurta. Unë fakt e kam ditë shumë me kohë, se për këtë përmendat që në fillim, po të ishte të Ramazani biseda me ju, për të nxjerrë prej margaritarëve të fuqishëm që keni nga jeta dhe praktika. Unë do ta kem një borxh, një intervistë me ta bë, se pak ditë para vdekjes babës tem, ke bo një intervistë në konakun e vllajt këtu. Po e them, jo borxh, po në kuptim ke ditë ti vlerësosh të vjetrit edhe të rit. Tamam je në atë hadithin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe je pjesë e ummetit ti. Kush nuk i respekton ndërën të vjetit dhe nuk i mshiron të rit, nuk i mshiron se të rit gabojmë, nuk është prej nesh. Ti në gjithë jetën tonë ke qenë i tillë, sa që si gjenerata të reja nuk jemi ndi se po rrim me dikën të moshave që është si babë për ne, po si shok, si kolegë, si... Alhamdulillah. Jemi krenar që të kemi, hoxha. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen në sofrën e Ramazan. Juve, Zoti ju shpërbleft për punën edhe aktivitetet që bini. Lusë Allahun Gjellëshanuhu, kjo media që po punon këtu me predikimin e drejtësisë dhe të fjalës e drejtë, e të saktë, përmes dinit Allahut, ligjit Zotit, me Kur'an e me hadith, Allah ja shtoft bereqetin. Amin, amin, amin. Faleminderit shumë. Ure, për një gjendë të tillë, pas Radio Kajrës, kam shku në Al Jazeera të Katarit.
Katar, mashallah. E kam takuar ministrin e Eukafit, edhe drejtorin e Al Jazeerës, e ja kam lyp që ta ju që po e bani sot. Mashallah, të barkallah. Më tha, të kërkojmë falje, se ligjerata islame TV-ja janë nuk mbat. Po se është i regjistruar si medium politik e tillë. Edhe së në bon atje, ama ndashti Allahu Gjellëshanuhu mbushet vendet tona me media të nevojshme. Sepse ju i mbushet me hoxhallar, ja botë dëshirueshme prindërve që t'i dërgojnë Allah ju nderoft edhe juve në shkolla fetare. Teleshikues të nderuar, minutat shpejt ecin me një musafir si Hoxha Musele Mazlami, por ja që duhet ta përmbyllim edhe këtu. Qëndroni me ne dhe qëndroni me emisionet e tjera të PIS TV-s, do të takohemi nesër me lejnë Allahut me musafir tjetër. Deri atëherë, ju lëmë në kujdesin Allahut. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.